Dhe nga ana tjetër janë ca tjerë që thonë pse bëni kaq të madhe këtë për arshivist si Magun, se në fund ditës ka njerëz të tjerë që ka probleme më të mëdha Shqipëria. Nëse ne po angazhohemi kaq shumë për këtë, mund të angazhohemi edhe për të tjerë që kanë shumë nevojë. Ku jeti nga këta, ha? Si e ke ndani? Marrin intervistë burrin e asaj, kishte marrë dhe Iliriani. Edhe Iliriani tregon historinë plagë. Burrin e Ilirianit, e zezak po e çdote. Jo, burrin e parë. Një zezak që nuk pjesë si fjalë vetëm rrinde atë. Si po digar. I thashë saj, o të dy në rrugë, o të dy në qiell. Në rrugë. Ajo, kjo parë. Bravo ty të luta që mua të më thuash të dua Sandokan. Se di fjalët, për ne e mora me tërëran. Po, vërza, e di se ai në fakt nuk ishte Sandokan, po ishte Samdokani. Samdokani. Shëdon edhe pse rraf atë më? Samdokani. Në fakt ishte Samdokari, po në gegnisht rëja i ula dhe bëhet në. Dhe i donë Samdokari. Po Samdokani. Shko boje që këtë punë, se plako vetë e nisi gjithmonë vetë. Shko merë që këtë të thasët kalon aty ke. Samdokani. Ke garazhdi, kodi garazhdi. Samdokari, thari. Edhe ty ka ngel goja Samdokari. Sa sa bukur ti nga loka. Samdokari. Po, këna dhe komi, qarës ishte edhe këngëtar me të drejtë, dhe që aty ngeli. Po, i binde pianos. Largoni Samdokari. Po, si i shiva ropt, në fillim. I shiva ropt, nuk tingëllon të bukur, kështë që e lanë Samdokari. Po, smado. Që ke bërë Lucifer? Pare herë, juve nuk e ndjeni, po me Luciferin kemi 2 javë që s'bëm podcast, se ishim zënë. Tani u pajtum, kështu që di kthehemi podcasteve. Pajtum gishtë dhe vegjel, në që si shka hije 2 burrave. 2 burrave të rritër, po, atje. Lucifer, më më hapet goja se shora 5 e mjesit to, katë. Ndërkohë këtë, se shfare. Edhe që të më thënë? Ke vënë re, për shumë që qarkullon online në për kuzhinën shqiptare. Pëse se janë skenar, apo jo, skenar kudo. Jo, para herë dhe të tregoja që kam vënë re për shumë që janë bërë shumë podcaste dhe kemi hapur podcastin tonë në fillim, kanë qenë vetëm 2-3 që njive që mund të këtë pas dhe 10, por një 2-3. Po ja e zëtë 25 maksimumi mund të themi. Dhe dinim që gjithë do kishin një podcast. Po, 2024 e dinim që gjithë do kishin një podcast. Dhe dinim që gjithë do fusin hundët aty, por aja vlen vërtet këto podcaste që qarkullojnë. Më pëton? Besoj se jo. Për shembull, ka ca, shumë dje pash një podcast të Alketës me Dalina Bu. Aha. I kape këto peshët e ronda ato podcasteve. Po, Alketa shkoj tek Arbana Osmani. Te Alketa vjen Dalina Buzi. E kupton, bëhet një kështu tani qoka të lezetshme, kupton? Ti do shkosh këtu. Si thoshte Xhuxhi vogël, gjoka. Se thoshte Xhuxhi. Gjoka, po. Do gjithë formati këtyre podcasteve, plagë që bëjnë këto intervista me këto njerëz publik që te Arbana për shkak Arbana po mundohet të sjellë ca intervista që si kanë bërë asnjëri përpara. Unë nuk e di se si ka arritur Arbana ti mbush mendjen për shkak këtyre të tregojnë historitë e jetës tyre në podcastin. Parja lala. Se ajo shumë ka hapur kanalin e saj në YouTube, kështu që ajo do paguhet aty. Realisht ka views të mëdha, nuk e di, a janë real. Po kishte edhe sponsor mes. Po, e drejtë. Në nivelin e tyre është normale të kesh sponsor. Sponsor kemi dhe ne, falenderojmë sponsorin ton. S'kemi sponsor për këtë podcast, por mund të kishim, nëse ti do doje që biznesi do të ishte këtu. Falenderojmë Bira. Bravo, mund të ishte Bira. Mund të ishte Bira. Ishte emri birës tënde këtu, po jo, pa pritur. Po jo, ti ke zgjedhur të shkosh ke Arbana Osmani. Normal. A është mirë që të shkoj të çuna se po bëj reklam keqe birës time. Bravo. Ça mund t'i bëjmë në një birë përveç se ta promovojmë sa më mirë. Asnjë gjë tjetër. Si është bërë gjithë me reklama, nuk është si merr dot për bazë me reklama. E drejt. Po nëse si e shef domethënë këtë faktin që të gjithë po bëjnë vetëm Shqipëria është e mbushur me emisione ku vetëm marrin intervistë njerëz publik dhe këto njerëz publik qarkullojnë ke gjithë vendet e tjera. Tani, a di çfarë mendoj? Mendoj kohën e para, kohën e xhaxhit, i mamen ato qokat, se po flisin për qoka. Po. Qokat në momentin që të vinin dikush në shtëpi,
kështu ka qenë rregulli. Ti prisje plako që ai që kishte ardhur të arrinte tek shtëpia vetë ta kthej çokën, mesën, çokën. Është çokë plako, ne si Po, shiveroft. Prije. Dhe imagjino se ti më tregonte plako mu, a do kena arritur tonë në shtëpi? Doni t'ja kthenin për i herë, por. Nuk doni të keni kështu si borxhen me dhe me. Po. Të janë për të njëjtat gjëra plako. Kështu që ke edhe ti një podcast që të më lash aty, se po mos kishe podcast do më laj diku tjetër, ëh? Po ja për shembull, të bënte ca intervista. Të lajnë aty intervista. për aty. Ajo Albana Osmani. Do sa çfarë. Ajo artistja. Po artistja e madhe i prozotit. Po Albana Osmani plako bëri mori dhe Blend Fevziu, kë mori tjetër, mori Mitrush Capollin. Norin. Po, ku di që mori ca robë, mori dhe Arian Çanin duhet apo jo? Mori dhe atë Coco Banel. Po. Ishin që dhemra kështu, nuk e di nga vinin. Nëse i mori plako dhe Biriam Çamet. I mori të gjithë bur. Marian Çani. Se kush ishin nuk e di afare kush ishin. Marian Çani. Po. Gruaja. Çami. Marian Çani. Po, Biriam Çami. Po, nëse, është ideja që bëri atentoja të plako ishte komplet një dështim sepse po të marrë dy figura me. Nuk tentoi plako, atentoi. Bravo. E bëri atentate bur, gjithë këtyre. Edhe emisionet. Ishte vërtet atentat, ishte vet si quhet kur vetë. Vet atentat. Vet atentat, po tani. Vet atentat. Tani e bën Arbana. Tani Arbana di marrë figurat me radhë, marrë 10 veta, 20 veta. Po tani ç'a ndodh? Apo ti ashtu qarkullojnë aty online dhe kaq parë. Po dalin figura të reja, po ti vetëm prit. Doro. Për shembull do dalë një lëviz tjetër. Është BBVK-ja, për shembull po luhet live, është një çun i vogël. Ç'a bën BBVK-ja? Bën, është një çun i vogël që quhet Gjesti. Ke parasysh? Është bërë shumë viral. Lej Gjesti dhe mua, plak, lej Gjesti dhe mua. Nuk i lej dot. Lej do Gjesti. Forta se unë. Si lej dot. Ma do trupi. Ma do Gjani, po, Për që ato presin, besoj se ka material për gjithë. Për shembull do dali një personazh nga Përputhen. Në bëhet i famshëm ta marrë në pyetje kjo nesër. Kjo se s'bëhet, po them në një rang kombëtar, e lejo aty ku ke parasysh. E merr kjo. Si ka kjo? Barbona. Tjetra. Barbona Asmon. Jo e vogla, e madhja. Po, normal. Jo e gjata i gjëra. Jo e gjona. E holla. Spaghetti apo pene. Rigatoni. Dëgjoj. Po, nga ana tjetër është dhe Po, nga ana tjetër çfarë? Pastaj shiko, para disa ditësh thash bëra një pyetje në Instagram, ke faqja jonë zyrtare. Alo kam një pyetje që ti duhet të jesh duke ndjekur, besoj. Po, nëse po bëni follow faqen kurse e ndjekin follow dhe shpërnda podcastin. Tani. Dhe shpërnda që këtë podcastin lutem. Bëj një pyetje plako dhe them, sa kohë mendoni që do marr derisa televizionet shqiptare pa pikën e turpit të riftojnë në studio, në një nga studiot e tyre, Antonella Berishën sërish dhe ta shesin sikur është një model për të ndjekur. Sa kohë do zgjaste? Para 4-5 ditësh ky muhabet. Dhe shumë veta më përgjigjen 1 muaj, 2 javë, prit 3 javë, kupton? Njëri tha 3 muaj. Do ti që erdhi i qerozi vogël që tha. Them drejtën plako, të them nuk e prisja aq shpejt. Por nuk kanë kaluar 2 ditë mas asaj që kisha thënë unë. Dhe pa pritur ajo shfaqet në një televizion kombëtar, ndoshta në televizionin më të madh kombëtar. Kë një nga emisionet me demek më feministe që ekziston në trojet shqiptare. La Guezza e la Gracia. Goca de Gracia. La Guezza de Gracia. Po, u shokove dhe besoj. Po të shifshe, vetëm të shihje. U shokove, të rapika. Të shihje plako prezantimin e Angel Shkirës. Ua, mirë se erdhe, pastaj mungese kaq gjatë, që më bëhet shumë qefi që u riktheve, ne nuk jemi këtu tha për të gjetur se kush e ka fajin, ndërkohë ajo qartësisht e pranoi fajin, e pranoi që çka kishte ndodhur. Po ne nuk dimë atë backstory, nuk dimë se çka ka ndodhur mbrapa. Nuk flasim dot. Nuk ka rëndësi e plak, ajo po pranon që ka rrahur tjetrën. Jo, po nuk flas dot plak.
tha aty herë para që të qasërën se gjëra që motra e saj është me arrest shtëpie. Kurse kjo është kjo duhet të raportoj çdo ditë. Po, kjo duhet të raportoj çdo ditë. Kjo tha, unë nuk e dija ku po shkonim atë natë. Kjo plaku kishte vënë një kapele dhe ndiqte motrën dhe nuk e dinte ku po çonte motrën plak. Motra i tha vetëm ndiq dhe mos fol dhe mos bëj asnjë pyetje. Më lëgojën se do shkojmë në një klub që do t'i ikë truri. Po, do t'i ikë truri dhe vetëm godit sa të hyn brenda. Qose shikon që situata po ndel mua jashtë kontrolli, jo ke një shishe më në dorë. Po. Me pi? Po me pi. Ti vetëm do godasësh dhe kaq. Dhe kjo tha, po me pi, po. Me pi. Kjo tha unë ti e di si jam për ty. Ke mami ke babi. Vras motrën për vllai për motrën shi motrën. Po i shi motrën, unë pash motrën aty që u acaru, se hybi rrezori e thash, jo, nuk e lejto. Pap. Nëse çfarë tha për ata, pas folën fare pas. Pyetën që, okay, a ndjen keqare domethënë, a do që të kërkosh falje? Kjo tha, i kam kërkuar falje në gjykatë. Pra nuk tha aty që kërkoj falje. I kam kërkuar falje në gjykatë, që në gjykatë ne e presim që ti kërkosh falje, sepse domosdoshmërisht i kërkon që të tulet dënimi, nuk do shkosh aty me arrogancë dhe fodullok. Dhe pastaj tha, por mbi të gjitha dua të kërkoj falje prindërve tanë që kena shqetësu. Po ti shpirtin fare. Do pëlqej i përgjigje më bukur kështu plak, ta kishte thënë që i shëndetshëm me shëndetshëm, i plagosin me plagosur. Po, shumë bukur. Kjo ishte. I ndajmë të gjëra. E shkruajta. Edhe nëse ishte vërtet një emision shumë i shpifur që shumë veta e pan, më dha pak shpresë se ishte kjo prezent aty, po mirë se mana. Jo, kjo dhe përqasja e gocave aty. Ndërteti në plago që u fut mbrenda sa doli nga burgu, u futi ky te Piers Morgan. Nuk është një gjë. Po Piers Morgan duket sigurisht një maja e televizioneve. Jo, nuk është po. Jo, okay, pikërisht pra. Kjo është maja e televizioneve shqiptare, se po flasim. Unë e prisja jo do të ditë, po thash do arrit të korruptoj ose të gjej një mënyrë për të futur një televizion dytësor herë, nga aty të bëj një katapultim në një më të madh, po të vesh direkt. Katapultim. El catavueldo. Po çka katapulte do ajo më plak, ajo është e para është stiliste. Ai Antonella. Ja ka nevojën topi plak se pse? Është stiliste. E ka nevojën topi edhe kur do televizion ta marrë intervistë, sepse ajo stilon plak. Edhe i thotë ti ke ngjyrë të shkon. Do këtë kostum. Vazhdo. Kaq. Një të pamë, direkt. Po unë ti plak shoqit e kësaj të ngushta shkruajnë për komente vlago, të faqet e kësaj që Samia Bone gjatë gjithë kohës duke mbështet për dhunë. Anksha kaçarrelat. Anksha kaçarrelat. Edhe tani unë dua të di, ajo vërtet i vjen keq për atë që ndodhi apo i vjen keq që u kap? Nuk e di pse kam i parandjen që Antonella shpresonte duke qenë me se i krefet dhe çike egoja këtyre nga 500.000 ndjekës që mund të kenë. Edhe mendonte plak që po ta rrifte atë, do kishte mbështetje maksimale nga populli shqiptar, do thoshte gjithë bravo Antonella që po rre këtë fenomen ku femrat e reja i marrin burrët aty në dhe mirë ja bën asaj pjedh motrës. Kjo besoj do ishte reagimi që ajo priste kur pa që po ndodhte e kundërta tha, çfarë po kanë po ndodhte thonë. Atë me mund ta kem un gabim, nuk ka mundsi, a do? Nëse shumë interesante, po Angel Shkira plako, super. Jo nuk është gënjë, fare, po thjesht ishte super, domethënë fjalët e Angel Shkirës ishin më vërtet shumë bukura. Nuk e prisja nga Angel aq fjalë të bukura, prisja fjalë ndoshta më të bukura. Ti çfarë pret për shembull? Ata e kanë ftuar me televizion. E kanë ftuar me një program që supozohet që ka një lloj rrjedhe të ngjarjeve skenare. Gjithë e dinë që kjo do jetë prezente. Gjithë e dinë se çfarë duhet të thonë dhe çajo. Po doli aty do ta bëj lesk. Nuk e bën dot apo. Ju s'lejohet me thonë asgjë dhe gjithë rrin si kluf nuk flasin. E ke thonë pse? Lëre por bëjnë atë. Jo, dëgjoj, nëse mua do më vinte në emision një e tillë dhe ajo kërkon që ti t'japësh mundësinë të vinë në emision, që në këtë mënyrë të ketë mundësinë të pastrojë ndërgjegje. Sa ajo po jepet i mundësi shumë e madhe, me audiencë kaq të madhe, ti mund të pastrosh figurën tënde. Tani para se të pastrosh figura jote, me që ti po merr këtë risk për të dalë para publikut dhe je përballë meje, unë nuk do të jap ty kënaqësinë të vish këtu është broshka, se si sa keq dalin ata. Ndërkohë që unë do ta grillja çika, veç çika aty në zgar. Jo, unë kam vetëm televizionin, nuk e kam me fare me atë. Ajo mund të jetë lirë plakot shpjegudo. Jo, ajo mund të bëjë tentativa të veta se ajo atë punë do bëj, si çdo njeri, edhe ti po të kavesh në mashtrim ose në gënjeshtër. Normalisht do të tentosh për ta fshirë. Problemi është këta, dhe jo vetëm këta, se Top Channel ndoshta mund të distancohet nga se e shkruan dhe para emisionit të këtyre që ne distancohemi nga qëndrimet e këtyre që gocave të grave aty. Problemi është kur jep këtë audiencë, e jep këtë platformë, nuk ke një lloj sensi përgjegjësie.
Po nuk e ke pra. Edhe ti për shembull që ti je në një tavolinë aty plakon atë, nuk mendon që ke një përgjegjësi për t'i bërë një pyetje, për t'i bërë një pyetje. Po çfarë do të thonë pyetje më idiote vëlla. Po çfarë pyetje do marrësh ti vëlla? Çfarë pretendon për shembull të thotë ti një person që e ke parë se çka ka bërë? Unë aty do ta vija me shpalla mas murit, para do thosha, ti nuk e di ku po shkoj atë natë. Për shembull vetëm pyeti kaq, vetëm jo do thoshte nuk e di. Nuk e di. Po aty në video që ti e duke goditur. Shikon, tjetri i jep llogari aty ku duhet t'japë. Okej, se s'mund t'jap llogari gjithë ajo. Gjithë personave që vinë e pyesin. Jo, do t'jap llogari gjithëve nëse vjen studion tim dhe unë jam aty. Absolutisht, nëse unë jam aty përballë teje, do më japësh llogari. Ose unë do të poshtroj. Shumë e thjeshtë. Supozoj që ne të dy e dim për çfarë ke ardhi aty. Qose për shembull ti në pabesi më vën në kurth mua dhe del jashtë skenarit atë, edhe më bën pyetje të tilla, më them, unë do të përgjigjem dhe ik nga emisioni. Si gotën. Gotui, i gotui. Një shishe lutem, e hop motra aty. Po ti motra? Jo. Ai kështu i shishe ujit lutem, edhe gërdau. A vedeni? A të pëlqevi? A vedeni ju di hiro mbi. Dhe mora vetë gëzuar po. Gjithsesi, profeta, çdo gjë është e sisur, pra. Edhe ti kur vjen, ti e di se ç'do thuash, ti merr pyetjet gati, pyetje përpara. Dua të besoj që jetoni një botë ku këto gjëra janë të stisura. Të lutem, nuk dua të besoj që jetoni një botë. Po jo, ti shiko vetëm në podcastin ton plaka nuk janë të stisura. Kristofor po jo. Po jo. Kristofor po jo, po gjithë zbuloj. Po jo mbikën. Po le të themi që vetëm te emisioni jon nuk janë. Imagjino plako, Kristofor Kolombi plako zbuloi Amerikën dhe nuk ja vënë emrin Amerikës Kristoforika. Ja vënë Amerigo Vespucci, Pse s'ja vën këtij se si pëlqeu plako Kristofori? Po, e di pse se Amerigo Vespucci tha Kristoforika? Nuk është ajo që dash Kristofori zbuloi. Ajo është tokë e re, është Amerika. Që është Ameriga Vespucci. Është Amerika Vespucci. Na e vënë Vespucci, po pra. Po mendoja plak që ne nëse do kemi emision në tarë, edhe televizioni ose radio ose kushdo që ne do lançojmë një ditë, ti mendon se nuk do ecësh ti sipas rregullave të platformës? Jo, shiko, unë do ecja për të mos, për shembull, nuk do bëja aq shumë gjëra që për shembull, ja, prit ta shpjegoj më mirë. Po. Të vjen një i ftuar që supozohet e ke krijuar një miqësi apo dhe mas 2 vjetësh ky i ftuari bën këtë skandali siç e bëni motrat Berisha. Me këtë tha të bukur edhe ajo Dalina Buzi në intervistë me Alkedën. Tha, ne jemi shoqë se këto pas kanë pas një konflikt para ca kohësh. Po do të kështu shan online. Tani tha, unë tani për shembull këtu unë kam marrë në podcastin tata, çdo gjë në rregull, jemi shoqë, ti më dhej çokoladë, e ikin unë shtëpi tani ti bën një budallik tha mas 5 ditësh, thua një fjalë. Unë tani si gazetar ose si whatever çaj jam, do ta komentoj këtë gjë sidomos ku kam një platformë si Anabel. Dhe unë e bëj këtë dhe ti thua jam afuti Dalina. E kupton sa e vogël ta Shqipëria jemi fshat i vogël, tha që s'u do të gjë. Do unë duhet mendojmë 100 herë ta më thoni gjë, sepse ti do mërzitesh, do thosh ja unë i dash asaj çokoladë. Normal që do. Realisht nuk ke pse të mërzitesh se ti e the gabimin dhe unë do them atë që është e drejtë. Po pra, kjo nuk është ekzistenca e fjalës tjetër, bla. Domethënë çdo mendim është i manipuluar në thelb nga rrethana të caktuara. Rrethanat janë këto pra, miqësirat, vendet e reja të punës, programeve, për shembull, kush do jetë opinioniste. Dalina mund të ketë shumë dëshirë që të jetë opinioniste e bigu, po nuk i ka rrit mirë marrëdhëniet. Edhe aty ka politika. Shiko kush është opinioniste e re për shembull, është ajo Neda Ballukja. Po, Ballukja. Ballukja, se është thjesht Ballukja. Që nuk e di po ka është thjesht vetëm Ballukët. Ka treguar që ka shumë krate, ngrota. Po është trampolina plak. Ishte thjesht baftoi her pas here ke përputhen, u bë ajo që atë ekonomin u bë vet. Ka politikan mbrapa ajo. Kërtap ka lënë. Nëse figurat që qarkullojnë plako janë të papara në televizion shqiptar, është mrekulli. Po fakti që Arber Hajdari vazhdon për herë të 50 tjetë aty, nuk ka një mashkull më të mirë për kështu për nuk ka, me sa duket nuk ka. Po ai bën mirë, po. Besoj se mund të jetë ego sa aty të kështu tani, vetëm po. O ai ose Elvis Naçi. Po, drejt. Do të jetë musliman. Po, edhe ai musliman besimtar është. Vënë që i zgjedhim vërtet, burri aty është musliman dhe gjithmonë ai sepse ai është më i miri. Dhe pastaj gratë janë krishtere ose pagane ose hindu. I ndrojnë sepse nuk kanë vlerë, aq e kanë vlerë një edicion. Ja, aty tregohet bla kush i ka rënjët e thella dhe kush jo.
Po vagina ke Bodinaku vënë? për shembull, vagina, si mund ta mbani një robë me emrin vagina, so I than ik. Pastaj e kuptoj që kishte vagina. Dhe than, "O Balina e pastaj kjo, ne gjithmonë se vagina." Okej. Tani s'u do të bëj, do më ka. Vagina Bodinaku. E madhe ka qenë. Më pëlqente ajo mu, ka kjo tani që iku. Se kur ikin dhe unisht ka dhe luan gjithë. Se lezetshme ka qenë, Po s'ka vdekë, po E ti mirë s'ka. që. Po, më kujtua ajo Volta në Big Brother, kur përmendi Nën Terezën një herë, tha. Nuk e di çfarë moshë ka qenë Nën Tereza, rreth me të pas. Sepse do të thoshte rreth me të pas flakë me një notë presioni ke aty se duket sigur. Shifesh keq Ja, është në Kosovë flako, dhe në Kosovë, Në Kosovë, 95% e po. popullsisë ka dalë muslimane, kështu që normale nga çensi kështu që. E di çfarë mendoj? Mendoj që nuk kanë as ide të reja për emisione. Dashje për dash të flasin për ato që rrotullohen aty. Do thënë ndodhi të re. Parashivisi banku, kolla ai flasim 2-3 javë për parashivisi. Që është shyer nga para. Se di e plaku, çfarë po e fusin Big Brother, se di se është Me rob shfije do hate 78 bukë ditë plak, janë plodhur. rob shfije Duket ishte sikur perl. Një futi aty do ishte spektakolare. Po. Spektakolare. Ose ta fusim në një kompeticion muzike, kështu si Voice. Po si ku bëjmë konspiraci dhe këte ka bogati gjithë atë produksioni. I asaj kanë filluar, kanë gjetur që ajo ka 7 vjet që jeton aty ato në Penn Station të plerat. Kështu që ato e kanë ditë këtë gjë, po tani kanë gjetur momentin për të ardhur me ambulanca me të shiva rrobat. Nëse iku. Iku se ju ktheva. Nëse edhe Tash e gjithë imagjinoj kanë gjetë plago ku është, e kanë ditë ku ka qenë, po thjesht kalon aty, ka thonë pritën për di Big Brother. Par Big Brother, të adaptet modën. Po nëse tani i pe videot e? Se ke qenë kështu. Ai pe videot me Ilirian. I pas. Se di, po Iliriani do fare. Jo. Nuk mundohet fare ta fshi seksualitetin e vet. Nuk do fare. Do thuash lidhje ka orientimi seksual i Ilirianit këtu më vet. Po gjithsesi më vjen i natë kur dalin rreth e poshtë të tregojnë që un kam të dashurin time, apo e ka pranuar që është gay. Normal, jo plaka I tha un jam I martuar të me Zezakta, se kemi bërë dhe video. Aha, Zezak burrë. Ja, gro. Apo Zezak ai ka lindur grua, është bërë burrë. Po jo. Okej. Ti do thua lidhje ka Zezaku me Parashevisi Mahu. Është një si Zezak. Nuk e di se ç'lidhje ka. Iliriani nuk e di plaku. Po plako shishit më ka sens. E parashjell si Zezaku. Ose e parashjesi me Zezaku. E parashjevi si Zezaku. E parashjezi Ako. Jo me parashjevi burrë, ashtu thonë ato në koçën, thonë parashjevi. E parashjevi. E ke vënë plakë që ka gara kompeticione kështu plotë si puna Bigut. Po. Edhe më kujtu nga Xhuxhi tani plakë ishte një kompeticion. Dëgjova për Xhuxhin më të gjatë. Xhuxhin më të gjatë. A nuk është kjo gjë më e shpifur në botë të vlerësosh Xhuxhin më të gjatë kur në fakt do vlerësojmë Xhuxhin më të shkurtër? Imagjino plako në një kompeticion të shi që janë rreshtu gjithë xhuxhet dhe tregojnë se kush më I gjati. Edhe disa ishte I gjatë plako, ishte sa unë I gjatë, qerë. Si që më xhuxhe, ishte një normal, loje nese. Po na vetë se si e zgjidhin se kush xhuxhe kush jo. Por kalem prapë ke Parashevisi Mahu. E zgjidhin me trashtinë e këmbëve plako. Iliriani I gjatë sa ty, po këmbët I ka sa një xhuxh, vetëm ka proporcionin e trupit me këmbë. Nëse ecim. Masi ka durë të gjata. Edhe vjell. Atë që desha me thënë ishte kjo që Parashevisi Mahu ishte okay deri në momentin që dilte dhe kërkonte bukë me ngrënë plakë ke ato vende për kasën e vet. Më pëlqeu Parashevia ishte perl. Parashevia plakë gjithë që kishin taku, se un kampanja 40 emisione deri tani shqiptare, se normal që është bërë bujë. Edhe të gjithë plakë që kishte taku në Amerikë, I thoshte ndavshëm, ose kam I punë se shqyqysh takova. Ku do jesh? I thoshte të pres këtu I thoshte. Dhe në fakt nuk ishte. Jo, dishe I thoshte në vërtetë la. I thoshte ku do lej? Bukë me mish, bukë e qofte. Ku do lej më Parashevis? Ku do lej çfarë? Vjen burri me ajo. Mish. Nëse ka pasur 2 përqasje me këtë çështje. Po si shpjegoj plako që këto persona që s'kan bukë me ngrënë janë goxhan në formë, kështu si. Po, më shtëpi shumë, nuk I peshë, ç'mund të jetë mbi peshë. Po, si ka mundsi?
Nuk ketë një problem hormonal si duhet. Imagjino si janë amerikanët se nuk hajnë asnjë gjë plagë jedhin plera dhe ti ke ushqim kaq të bollshëm në plera. Jo, si duket e merrte ne vaj fjerioli. Po janë në ndyrë. Po plagë. Për zonë të ke plera ja puthe një Shumë kalorike, shumë kalorike plera dhe detyrohet edhe të kalon. Po më flen 9 muaj por. Atë çfarë thon? Flen 9 muaj plagë pi atë Shpije, përse shikoj edhe I banane aty është bërë me vaj dhe vaj ka shumë kalori, apo jo? Po, disa kollaj futet. Një banane bëhe vaj. Kur është kombina? Po, me vaj ke giringu. Edhe ajo ka shumë kalori. Futi gjitha aty. Çka kanë gjë me vaj? Sa të ke? Dgjoj. Vaj. Dishtat me kaj. E këndonte, po dgjoj. E forta ishte plagu, e kishte gjetur një grua fillimisht. Si fillim mirë, kanë 2 pista këtu. Pista e parë plagu është shumë rob që thonë. Edhe Monzës, me shumë kthes. Kurse pista e dytë që kjo kryesorja. Ishte një nga këto domethënë që është kjo që e gjetën dhe shumë mirë që të gjithë pa angazhohen për të ndihmuar një shqiptare që realisht dikur ka pas shumë pesh, por që vazhdon të jetë një figurë. Po vazhdon të ketë pesh. Respektuar. Peshën. Dhe nga ana tjetër janë ca tjerë që thonë, "Ore, pse bëni kaq të madhe këtë parashivisi Magun, se në fund ditës ka njerëz të tjerë që ka probleme më të mëdha në Shqipëri, nëse ne angazhohemi kaq shumë për këtë, mund të angazhohemi edhe për të tjerë që kanë shumë nevojë." Ku je ti nga këta, ë? Si e ke ndërme? Unë jam Ilirian. Ti do ke puth këmbë dhe saj. O zoti i madh, unë jam aty. Unë jam aty. Mbaj një sekond këtë kamerë, filmoj çik. O jo, Parashivisi dhe ja këmbët, ti lajme dhe bëjmë dhe një herë se vika çike. Po. Po, lajmë që këmbët sa rregullohen një parashivin. Ke sjell bukë? Forta ishte kur kishte marrë në far plagu. Kishte marrë aty dhe ndërkohë po I bëheshin emisione, Grida Duma, ai Fevziu plava ndej dhe ky që I shkruante të gjithë dhe këto nxjerrin live storyt e Ilirianit. Dhe storyt e Ilirianit ishin parashivia jo do. Edhe tregonte I foto nga living room I vet plaku I Fevziu për shembull, edhe fotot e Fevziut aty që po shifte emisionin dhe jo do, jo puth. Pastaj nesër plaku në intervistë deri ke Grida Duma thotë ajo do të hiki. Ajo do që të largohet, se do kërkon djalin. Dhe më duket se do mi iki, po. Ja, s'ka ku shkon ajo plak, ajo ishte aty. E donte poshtë. Do iki, do iki. Pastaj për një intervistë dia pas. E donte në metro. E po ku jetonte kjo herë? Kishte shtëpi apo jo? Apo thjesht kishte bukë? Disa kur thoshin, ajo nuk është një homelessness. Nuk është një pastre he. Dini fjalën e pastre bla. Pra, mund të themi që ajo thjesht ishte një homeless, siç thuhet në Amerikë. Po një pastre. E pastre thuti po. Se nuk e themi të barbon, kjo se. E pastre thuti po, si ishte pastre, thjesht ishte një homelessness. Homelessness. Barbonese, rrugë. Barbonese. Iliriani që tha aman se kishte vesh edhe ato kpucët me shollë të kuqe. Edhe futen plagë tash, marrin intervistë, kishin marr burrin asaj plagë. Kishin marrë dhe Iliriani. Edhe Iliriani tregon historinë plagë. Burrin e Ilirianit, e zezak po I xhotë. Jo, burrin e parë. Një zezak që nuk fliste as fjalë vetëm rrinte aty. Si bodyguard. Edhe ato I thoshin, kthej çik kamerën kërtej se buka hije. Jo burri. Jo, po, thuaj çeshe që të dali çik ajo. Po, që të kape çik po, faqen e parashivisit. Mos të trasin visi? Ko, e kam parshevi. Parshevisja, Mako. Po të trasin që visi. Nese. Që ndodhe. E para herë, ishte I moment aty. Që ishte në noche? Eltoni plak dhe thonë. Gjo, kjo, kam frikë se ka shqiptarët e tjerë këtu që jam duar të ndihmojnë, por më shumë I kam prish punë. Dhe nuk duhet të tregoj emra se jam ka thënë emrat e një misi që ishte marrë, se që kishte bërë një misë Albania kësaj, por nuk duhet të ta thoshte emrin këtu. E kishte vjedh ajo këtë. Se kalon tani edhe pyesin. Ti porcione me bukë qoftë misi këtë. Kishte vjedh kartonin që kishte aty, kishte vjedh një batanie që ajo kishte plak të arnume. Komplet shpinë me papir. Tamam, gjithë edhe pyesin burrin e kësaj tani, dhe burri I kësaj që thotë, po thotë ka të drejtat Iliriani, ka pas shumë shqipëritë që e xhelozonin,
Edhe Liriani dhe kjo plako që mbyllte sy dhe edhe bënte duar që po lutet ke Zoti, thoshte Zoti faleminderit, me. më aprovove. Atë që thashë. Po ishte e madhe në një moment gryta du me plako, pasi ky herë parë tha, e para herë tha ne jemi ndarë me gjyshta dhe të drejtat më kalon mua të fëmijës. Dhe pastaj thjesht humbëm njëri tjetrin, e kupton? Thjesht nuk folëm më dhe Nuk është se janë ndarë, thjesht kanë humbur, la. ja, ishin ndarë. Ka rënë si duket avioni me një hiç shkallë. Me parashevisi kishte ngel nga kjo pjesa tjetër e hiçut. Nga pjesa e kishte fort kojombës. Ishte lidhë atë rrifin e sigurimit, parashevisi dhe shkote në banjo. Po, se burri po ishte edhe në parashut. Parashut, ndërkohë. Parashevus, si ma. Nese. Parashevia duke treguar historinë. Ai hodh me parashut. Patate, saltkosi. Po, saltkosi. Është uritur. Është patate, saltkosi me parashut se më ka marrë shima. Nese se goja lang. Po, edhe po që të rria aty plako, që të rria ullën karike dhe mos të vizi, duhet të arrethim me kartona, se është mësuar që ajo është zona ime, e kartona, këto. Ishte një moment, po më rrofshi edhe ky Iliriani kishte porositë gjë online plako ke Amazoni, erdhi ajo gjë dhe e nxori ky televizorin. Kartona pringo të reja. Jo, e nxori lavatriçën ky plako dhe vuj lavatriçën, të ngelin kartonat aty, shef ky. Ishte shtria. Kush është shtria? Shivia. I shkoj këllë ma gjumit? Jo, ky nxori lavatriçën, po vini lavatriçën. I kështë fu shpinë lavatriçën? I kështë fu gjithë shpinë lavatriçën dhe të laj shpinë të kesh pasë, se vini. Jo, kështë porositë online i lavatriçën, kështë arë shpinë nërko që po... Po, që kështë porositë është i të mërë vërse? Kështë porositë shpi që të late lavatriçën? Apo kështë mërë shpinë ku jetonte dhe flinte parashevisa? Jo, ky thjesht se ble lavatriçë të re, nxori lavatriçën po e instalonin, ai kishin lënë aty kartonin e lavatriçës. Dhe parashevia ishte ky po kërkonte parashevini, mama bla kush parashevia, ai po flitej shumë. Parashevia do liashe. Nuk flet dot pa zhurba. Si është puna? Si është puna rrobë? Pa e qitë tot. Pa e qitë kushta. Pa të dritëve në trenit kur kalon poshtë. Mes super intervistës plako, Grita Duma plako i bëni gjo plako, ati dhe lebe pa fjalë. Surprizë? Jo, i se vani, thot ti, vëra retha që gjithë kohë që ke folë, tha, se ke përben emrin ase dhe parashevisi Maku, a mund të thush thot tani parashevisi Maku? Edhe i ngeli kështu. Dhe që më kërkon të bëj dhe të së përguptaj. Po pra, thuj që kemi, tha, thuj emrin parashevisi Maku. Ke visi Maku, ordo? Parashevisi Maku. Ke shjerë, vagla, si më thush, mund të thush që kemi parashevisi Maku. Po sikur kishin një gjë personale, po thjesht po e bënte për show, apo po edhe sikur ta ketë personale, ç'pun këti, s'du ta them, për shembull, them se s'du. Po se ç'di ka kjo? Se mora vesh. God, ishte kot fare, nuk e mora vesh. Thuaj emrin, ç'u thon. Që se do të flasim me rregullat e mia këtu, se jemi në platformën time, në shtëpinë time. Thuaj që kemi parashevisi Maku. Parashevisi Maku. Po dëgjoj. E parashevisi Maku, mo ka pasje Maku që i shfinte të erë, ky parashevi. Si ai e mori. Ai e parashevisi Maku. Po dëgjoj. E nëse edhe një moment ky tha, u mendova se do rria 10 minuta këtu tha, po emisioni 2 ora ty plava i rrit aty shkëtin. Anyway. Pastaj në gjithë intervistën e bukur që u bë aty, u mor vesh plava që ky kishte ardhur vetëm që të rrumte familjen e tij, sepse ky tha, imagjino ishin sul grusë këtij dhe. Grusë të këtij burrit të kësaj plak, grusë që ka tani. Kishte bëj vajzë me këtë tjetrën. Ishin sul kësaj plako. Jo ishte ato, jo do të shijë rob, do të vrasim, ju jeni çifut. A thonë se ai është kështu gjuhësh. Edhe do ju vrasim, do ju bëjmë normalisht. Po bra, çai futi më, ai s'boni gjë, ai e nxori, nuk e futi. Çi futi mudi. Ky tani burri plako që kishte ngel ke pjesa tjetër e ishullit. Jeti një grua tjetër dhe krijoi familje apo jo? Po, andej, një gjëran. Keni një vajzë që ju sulën dhe vajzës apo vetëm gruas? Po, madje unë mund të them që edhe djali që i foli asaj, ky do të thënë foli të kishin bafi se këto në po na kërcënojnë, e kupton? Shi.
Po, nëse çliti kishte ai personin në fjalë, domethënë sikur ish burri e kishte lënë në këtë gjendje dhe Spash në asnjë moment që Grita Duma thoshte për shembull që e para që s'është mirë që neve të kërcenojmë, domethënë, nuk është okay të kërcenosh dikë, as këtë burrin e parashevit, sepse çfarë kishte ai? Po për pikërisht nuk ka ndonjë gjë, ata janë ndar, okay, ajo përfundoi atje. Se në fund ditës, nëse ajo përfundoi ke plirat plago, nuk është se ky vërtet do thoshti e braktisi, këto ishin ndar, po as familja e saj nuk e dinte ku ishte plak. Domethënë, ishte një sens shkëputje që ajo ndoshta dhe kërkonte vetë, e kupton? Ta s'po them se po spekuloj këtu normalisht. Po kërkonte vetë. Ja, kërkonte vetë, ndoshta edhe nga zori apo nga turpi, e kupton? I vitet turp, u nda me burrin, fëmia e ja mori burri fëmijën, e kupton? Ndoshta financiarisht nuk e di si mund të ketë qenë ato kohë. Do merret vesh si mund të ketë qellu situata. S'më intereson fare të drejtë. Me thonë që sot është mirë. Po këtë hap GoFundMe ai, kërkonte $1 milion. No, që të bëj. Se $1 milion. Kërkoj një. Jo, të betohem këtë kishte pyetja ime. Thash e para herë thash pse $1 milion? E zem se ai mori $1 milion. Çfarë do bëjmë me $1 milion në Amerikë ai? Çfarë do bëjmë? Do japësh shtëpi, e zem se do i blesh shtëpia se do thosh okay. Po, do japësh për gjithë jetën. New York shtëpi $1 milion s'ka për të gjetur. Po nejse, e zem se me një shtet tjetër pak më të lirë ja gjete shtëpi. Po ja gjete. Po ajo kërkon një income, ajo është mosh plako madhore tani që nuk është se do punoj për të mbajtur veten, ai duhet i pensioni mirë, duhet shumë gjëra. Ai si do e ndihmosh? Si? Ç'ja ja e bëri $1 milion. Ç'do bëjmë me $1 milion ne? Po më s'e gjë, ajo s'ka lidhje sepse nuk është ishte një person që kishte një lloj jete atje. Ajo ishte duke jetu në Nur. Kush mendon që është zgjidhja? Po shurës. Zgjidhja që ta marrim plak të çojnë në Shqipëri, t'i japin ta marrin lart e poshtë me misione, t'i japin një punë. Bravo. Okay. Tash jepi nëse është për shtëpi, gjen një builder në Shqipëri që kanë ndërtuar 20 shtëpia me drog. Po ja, japin si problem fare, jap shteti një shtëpi e bukur. Edhe del dhe shteti mirë, del dhe qeveria mirë, dalin gjithë mirë. Ja ku kemi edhe i ruajmë ikonat tona. Sigurt fare, po problemi është që na dalin shumë pasaj aktorë të tjerë dhe këngëtarë të tjerë pa shtëpi. Po mirë. Tash do dalin edhe po. Po, mund të dalësh, po nuk më të ta si gjë pa u bë palaço, dhe ajo është këta bë palaço. Ja kupton, ajo doli në çdo vit të mundshme. Ajo kur kishte shkuar në shtëpi kishte pa apo. Se kishte shumë, kishte telefon ajo? Jo, kishte shkuar në shtëpi ke Iliriani, se ka marrë ai në shtëpi tani, man shtëpi ai. Po ai s'ka çfarë bën plako që shkon kërkon. Plako pikërisht pra ai e mban shtëpi, prandaj thashun bleu lavatricën ai. Edhe ke gjeti kartonat e ushtri. U fut lavatrice ajo. U futën të larë. Si gjumër. E di thale, pas ka arruar me u larë, s'tuk e dush, aty larë roba. Kështë arruar. Unë nuk e di pse Liriani e bëri këtë misionin e jetës, po. Unë i thashë saj, o të dy në rrugë, o të dy në qiell. Okay. Në rrugë. Ajo, të parë. Jo, ajde me mua tani hipi makinën, në qërë një hotel, në rrugë. Jo. Këtu e tregoj dhe dhomën e hotelit, plako me video, kjo është dhomën e hotelit që ajo do ri për 3 javë. E pare dhe dyta ishte shumë i restorant, që si shtoshin ta roba ty, është $1,000 për të ngrënë një darkë. I kështë edhe një unas diamanti. U fillon i lasë zakon? Jo, plak. Ka që patë e mërë zezak. E se erdi kjo si mak. Si maku. Nuk e di plak. Po mendoja sigur kishte ardhur fizikisht kjo ke Grita Duma. Apo ka ardhur fizikisht? Jo, s'besoj. Nëse. Mendoja në momentin që do vi në ditën në Shqipëri, edhe do filloj ti shohë gjithë nga durët, se është instikti i parë, që më ka sjellë një ushqim. Po, e modja të jetë qenë Big Brother me vërtere. Do jetë perl. Tash okay, se s'dua të ta mjel më shumë figurën e saj, por kjo do ishte ideale. E fut aty, ajo aty do nxjerrë se sa thon plako që s'është okay mëndërisht, po këtë Iliriani audhi poshtë. Ajo është shumë në rregull. Është shumë në rregull, ja shive. Sa bën 5/5. Po. Tamam. 28. 25. As basha nuk di të numëroj, kështu që nuk është se kjo tregon që është budallaqe apo jo. Okay. Iku tani të futet klen aty me masë me kartona. Iku tani. Kod më gjeno vlerë. Iku tani. Ja se vjen prapë.
Aha. O plago, Okej, çfarë fjalë, nuk e di. Edhe s'është edhe mirë, po. Shiko, ne I kemi qef këtë raste, themi drejtën. O Besoj plago, se njerëzit që kanë ka qef bë media, drama. që ka bë media këtij rasti, domethënë, një Ah, mjelje e mytën i fare. ka shkërdhy, Ishin- motor, skalon njeri e për Ishin sekond. cicat mëin, cicat e parqevisit, duke u miel. Persjevisi. Ke vënë re plagë që gjitha këto temat janë cicat vogla që O plago, Një morë një shtrydhe. intervistë një grua, plago, që nuk e di si kishte. ishte pas tre, ishte komshie me shtëpi Jo, e kjo parqevisit. thjesht po ecë. Kjo po ecë dhe I del para shevia dhe kjo I bën videon e dytë që doli. Ke Se doli video e parë, video e parë që doli plago ishte video. Edhe që një shef për territor. Dy gra, Po, dy gra që zgjidhen plan me flokët të falame, duke u ka për flokësh. po, edhe Ka që po, më të dhe ishte, bukur. vete unë atje tha, dhe shof, ajo ishte para shevia, shofi polica që po I bide me shenjë tha, po I thoshte çao, sa e po flite ke Cardona. Ku të shkoj? Edhe kjo I tha, mos e prek atë tha, se ajo tha, është, si që I tha kjo, është kushërira ime, për shoqja ime. Është diva. Kush është? Ajo është dikushi. Jo, ajo tha, është motra ime, si që tha kjo. Mhm. Motra jo. Polici, me në polici sa konfuz mund të këtë qenë në moment. Po policia Si po motra jo. të thahë një ka herë me mule. Që thonë Ja, që? që ta fuzë këtë më. Apo më shikni O, më shumë. Elvira ishte kjo më duhet, Elvira tata më duhet, nuk e di se ishte me kjo gruja. Edhe kjo tha, a pja e forta fare, fysin këtë. Elvira sa kokë në Amerikë, të I vëziu, thashtë, dhe i kënë të pashevizi kësaj, tate, du fusë, tabletata, do të kjo. tabletata për baron. Tate du E bu. pyetën këtë, e pyet vëziu, pas. Më thuaj që këta sa vjet kanë në Amerikë dhe si e gjetë atë. Unë kam 10 vjet, kam marrë të 10 vjetë Amerikë, e gjitha po shumë. Okej. Pak më. kam marrë të për ndihmë prindit. Edhe o plago. Filloi plago, po tregonte një histori që s'kishte lidhje fare me historinë e Parshevit. Mu tha- Historinë e vet. Po plago, më E. rashi, mu tha më ka sjell Zoti këtu tha. Po pse I tha I ka sjell Ah. Zoti? Po Oh, sepse sa e bukur që kjo. para I viti tha, unë kam ndihmuar një grua tha që të linte dhe lindi në shtëpinë time tha. Dhe një vit fiks dhe po tregonte historinë. Ai lindi në shtëpinë time, lindi një djalë shumë të mirë, shëndetshëm dhe ata e mbajta unë aty se ajo s'kishte letra dhe duko gjithë prisnin. Okej, po me Parashevin mund ndalesh kjo histori. Po, s'kishte letra Ajo- është këtë, ha? Po fëmia u bë amerikan, kështu që ajo s'kishte letra, unë e kam mbajtur aty dhe jepi ilaçet e mia dhe më Gjithë menu që Parshevisi ka lidhje ke shtëpia e kësaj, se më thënë Po, në më ndoshtë është- moment që ka lidhje me këtë, po s'kishte lidhje fare. Fare, plot thjesht lidhja vetëm ishte edhe kështu domethënë, kjo ka ndodhur para 2 vjetësh ta. 2 vjet fiks. Po ja në ku jemi momentat- sot. Jo, 2 vjet fiks në një moment. Me hallet në të njëjtën tjera. ditë, në të njëjtën ditë unë takoj Parashevin. Në të njëjtën ditë, po në një ditë 2 orë. vjet më vonë. E para herë, kjo kishte parë videon që kishte dalë online. Shkon tani ke Penn Stationi ku kishte dalë video dhe e gjen aty. Dhe pastaj pasi e gjen aty, I bën kjo video plago. Edhe videot që I bën kjo. Që unë isha në punë atë ditë dhe duhet shkoja në punë dhe e lash aty. Dhe I thash, lutem do më presësh këtu, ajo më tha, patjetër këtu do më gjesh, mos ki marrë. Ku ti kjo? Edhe ty të altare, Jo, mund të shtu. kthehet kjo plago, nuk e gjeta aty, thash, sa të merr, thash, të kisha lënë dhe unë punë, se kuptoj pse vajta në punë, se tani e humba. Doti e gjeke karton atë duke vjet. Pastaj plago I thot thaj na buk, I dhe buka ku dëgjon çaj dha byrek me kështu. Edhe pastaj thot, duhet të kthehem prapë mos se ishte pushim I madh, e do vi prapë tani herën e parë ma koi veten që s'kishte lënë punën. Tani që e ri gjeti plago, në vend që të lindte punën, po ndërkohë Iliriani plago thoshte nga ana tjetër, e morën telefonin Ilirian I thash, Elvira të lutem, kujdesu aty derisa të vi unë, se pastaj të merrem unë. Elvira mbaja ty të lutem. Edhe pyeti si Një është me orë- dalë me një jashtë. Unë tha isha në avion ta, nga Miami, dhe po vija direkt për 1 orë. Isha 3 orë larg. Dhe vija aty, dhe marrë për gjërisi marrë. Edhe isha gjithkohë si thon, të lutem o Zot, bëje që piloti të eci më shpejt. Të thëmë zotë jepi pilotit krah. Mhm. Jo krah, se krah avioni. Kra. Erdhi Si një sorë aty mimo. plagoj dhe thashte kra. Okej. Nëse kjo Nuk shkoi e direkt di. aty e mbajti, nëse erdhi E. Iliriani, e mbajti mapa nga durët plagoj, se E donte madhe nga pikte. dure plago, Ha? ajo Ishte ka nga mrapa kështu. Hape gojën e fusi byrek e goja kështu. Po, ajo tha, jo tha sa me djetë. Okej. Si ke që me dalë me një jashtë sot Iliriani. Jo, jashtë kam qenë gjithë jetë. Unë jashtë rri.
kam 7 vjet thaj që vetëm jashtë. Vetëm del kështu rregullisht. I më me atë fjalë. Do kisha qef me futi ku mrena. Si duket për shembull një shtëpi me të tjerë, tip le të themi si duket imagjino blerë të tamam. Me një sy që kontrollon, si syria i lartë, më të si e i Zotit, a? Si i Zotit? Po plau vetëm çifje njerëz ato që komentonin, jo komentuesit, po njerëzit që flisin nëpër emisione. Ajo, unë fola me atë 5 minuta dhe më tha, falenderoj Zotin. Shi beson dhe akoma, se që ditë. Këllë 30 vite po shurës, po sa ko kishte që i rinde poshtë, apo se ka përgjigje? 7 vjet. 7 vjet, se në zi gjohë plak. Si gjohë më plak, Qa thumë burë. Sy mil. 7 vjet bles. Ajo, di që i bën Big Brother edhe i fiton. Po plako, me rrë shtëpia fiton, dhe me ndo, ajo tani ka super potencial të fitoj plako, bërndet 100.000 euro sa është aty, 200.000 euro. Bilet BBVK ka 200, kështu që më mirë shkoj ke BBVK-ja. Bilet më mirë ti bëj të dyja plako, ti fitoj të dyja. Po 200 atje, 100 atje, 300.000. Po, a mund marrë pjesë në të dyja njëkohësisht? Njëkohësisht. Njëkohësisht. Po, ndërkohë që kjo po mbyllet fillon ajo tjetra plako. Jo, njëkohësisht në një të... Po, të ishte dak. Është konkurrent e re këtu ke BBVK-ja për shembull, është Parashevisi Maku, por është ke BBVA. Për momentin është ke BBVA. Ko të votoj Parashevisi, Delia nominon apo. Ja për ja. Ajo ka një gjë, atë nuk e nominojnë dot. Është caktuar që do fitoj. Është pa nominueshme, se ka luajt kartën. Çfarë kartë ka luajt? Kartën e kartonit. Ka luajt kartonin. Kartën e kartonit magjik. Kartoni magjik. E ka luajt kartonin plak. Ka luajt kartonin. Nëse perl. Nëse shpresoj vërtet i gjeni zgjidhje Parashevisi Maku, po do shohim se si do zhvillojnë ngjarjet. Do shta kur ti të dëgjosh të podcast, Parashevia mund të jetë akoma on top. Ka filluar, ka bërë albumin e ri të saj. Imagjino Liriani tha, ajo do kthehet dhe do këndoj për ju. Me zi po prans. Po të qitatin trave dhe i thonë, do të pëlqente një shtëpi me verandë Parashevi. Si e do katën e dytë, klasë, të parin e dim si e do kështu të hapur të open concept. I pari kështu si fortunë, pas i gjo, pa R&D. Tip me kartona. Po, kurse sipër, trena që ka lë. Qatë bëmë? Nesa. Ikim, profet, ikim. I përshëndesim shumë gjithë patreonsat. Po dhe ndjesim. Vjen shumë keq që sot nuk kisha gjetur video për tregu, por nuk munda të vija si video në diskutim. Megjithatë, flisja për Parashevisi Makun ishte gjë më e bukur që ekziston. E para herë sepse realisht unë adhuroj shumë këngë të saj dhe ndoshta një këngë të saj do ta vësh te ky podcast. Okej. Po, patjetër. Ne. Ja, ka të bukur atë. A ka shumë bukur atë. Këndë që Parashevisi Makun. Am. Nese. Muhammed Shqiptar. Am. Iq, se ka ndihmuar Gjim Belushi. Kur Gjim Belushi? Kur Gjimi më i madhi? Kur Gjim Belushi, kush Noizi, Stresi, këto çunat që ndihmojnë gjithë, Kozak. Nese. Mbyllim. Mos harro të dëgjoni podcastin sepse paratë që do mblidhen në Patreon. E para herë që nëse ju abononi Patreon për vlerën e një kafeneja mund të kushtojë 100.000 euro. Po ti ke akses të palimituar të gjitha podcastet e Alo Kam i pyetje që nga fillimi dhe podcaste ekskluzive që s'kan dëgjuar asnjëherë. Por mbi të gjitha paratë që do mblidhen do shkojnë për Parashevisi Makun dhe Elton Liriani. Jemi që Elton, të falenderoj nga zemra e para herë. Për këtë gjë që po bën. E para herë të flasim çik Elton me gjuhën e vet. E para Elton falenderoj nga zemra. Okej. Dhe unë falenderoj nga zemra Elton dhe faleminderit që po merresh me njeriu që i ka dhënë kaq shumë. Se Elton e kupton që ne kemi sens humori. Normal. O ka sens humori Eltoni o s'ka njeri. Ikim. Eka. Ciao. Tung. Dan.